Është zhvilluar këtë tenjë e mbledhja e radhës së Këshillit Bashkiak të Vlorës, ku një nga pikat më të debatueshme të rendit të ditës ishte dhënia e opinionit mbi projektligjin për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë. Kryetaria e Këshillit Bashkiak të Vlorës, Elpiniqi Mërkuri, lexoi deklaratën lidhur me projektligjin, i cili parashikon reduktimin e numrit të bashkive në vend nga 61 në 45. Propozim ky i mazhorancës socialiste. Pika 5 e rendit ditës, opinion mbi projektligjin për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë. Projektligji i dërguar nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë i u shpërndar të gjithëve. Më poshtë po vijoj me leximin e shkresës së ardhur nga zyre Kuvendit. E nderuar zonja kryetare e Këshillit Bashkiak, të nderuar anëtar të Këshillit Bashkiak. Është e Këshillit. Në emër të grupit deputetëve propozues të mazhorancës parlamentare, anëtar të Komisionit Posaçëm Parlamentar për Reformën Administrativo-Territoriale, më lejoni të drejtohem me këtë letër për t'ju paraqitur propozimin për reformën administrativo-territoriale 2.0 dhe për të kërkuar mendimin dhe kontributin tuaj institucional në procesin e konsultimit. Të ardhurat e vetat bashkive janë ndërritur ndjeshëm, detyrimet e prapambetura janë ulur, kapacitetet administrative janë forcuar dhe një pjesë më e madhe e buxheteve vendore është orientuar drejt investimeve dhe shërbimeve për qytetarët. Për herë të parë u ngrit gjithashtu një sistem kombëtar për matjen e performancës së bashkive. Shqipëria e vitit 2026 nuk është Shqipëria e vitit 2014. Dinamika demografike, ekonomike dhe territoriale ka ndryshuar ndjeshëm, ndërsa zhvillimi ndërmjet bashkive mbetet i pabarabartë. Disa bashki kanë mundësi të investojnë, të tërheqin aktivitet ekonomik dhe të ofrojnë shërbime me standarde të larta, ndërsa të tjera përballen me tkurjen e popullsisë aktive, me të ardhurat të kufizuara dhe me mungesë së burimeve njerëzore të specifikuara. Zgjodhëm të vazhdojmë sepse Shqipëria nuk mund të humbas kohë në rrugën drejt antarësimit me Bashkimin Evropian dhe ndërtimit bashkive europiane. Propozimi që përcjellim është rezultati i analizës së 10 viteve të zbatimit të reformës së vitit 2014, i përvojës së krijuar gjatë kësaj periudhe i dëgjesave publike dhe i punës së ekspertëve të komisionit. Më pas, Sonja Mërkuri ftoi këshilltarët bashkiak të shprehin qëndrimet dhe opinionet e tyre mbi ndryshimet e propozuara. Debatet mes këshilltarëve kanë qenë të forta, ndërsa përfaqësuesit e opozitës kundërshtuan projektligjin duke shprehur rezerva për mënyrën se si parashikohet të realizohet ndarja e re administrativo-territoriale. Tani me që edhe në mbledhjen e kryesisë, në kolegjin e kryetarëve, ngrita atë që po ngrë tani. Dhe në kolegjin e kryetarëve ju thash, tërhiqeni pikën 5, që është kjo që po flasim tani, shtyheni në një mbledhje të dytë dhe bëni dëgjesat publike. Ne jemi të zgjedhur nga populli. Ne përfaqësojmë qytetarët, jo ne, gjithsecili prej jush. Ne duhet bëjmë një herë dëgjesat publike në njësi administrative, në qytet, ose një dëgjes të përbashkët. Pasi të mbarojë dëgjesa publike, ne si organi më i madh vendimarrës lokal, ne pastaj do marrim atë vendimin ose propozimin ose opinionin çdo gjë tjetër. Ne po vëmë nga fundi në fillim. Shtyheni opinionin për mbledhjen e radhës që do jetë në 15 ditë, 10 ditë, 30 ditë. Dakordsuam në mbledhje kryesisë dhe logjikisht ishim të gjithë dakord. Politikisht nuk ishit dakord. Tani unë po them, hajde të bëjmë dëgjesat publike. Kur do lini datat për kace? Ta vendosim sot të gjithë bashkë të themi, Këshilli i Bashkisë zhvillon një dëgjes publike në datën 5 shtator në orën 17 te Pallati i Kulturës. Dëgjojmë ne si Këshill Bashkie dëgjesën, Këshill Bashkiak, bashkia të bëjë dëgjesën e saj dhe në mbledhjen e radhës ne vim marrim të filtruar edhe opinionet e qytetarëve. Ne nuk mund vim tani të japim opinion pa marrë bazën. I kanë bërë ata dëgjesat tha me qytetarët, tani do marrin opinionin e kryetarëve të bashkive dhe këshillave bashkiak. Në momentin që do marrin dhe këtë opinion nga kryetarët e bashkive dhe nga këshillat bashkiak, do vazhdojmë me votimin në parlament. Është e pafalshme kjo që kërkohet të bëhet, sepse kjo kërkohet të kamuflohet, duke qenë se në shumicën e bashkive, të cilat i ka Partia Socialiste, edhe këshillat bashkiak i zotron Partia Socialiste, Mazniku që ti lexove atë deklaratën që harrove në fund të thoje me respekt zoti Arbian Mazniku, nuk ishin fjalët e tua zonja kryetare, ishin fjalët e zotit Mazniku ato që na lexove ne këtu. Mazniku dhe të tjerët si Mazniku që janë në shërbim të pushtetit të Edi Ramës kanë vendosur që nga 61 bashki t'i bëjnë 46 bashki. Ky është propozimi zyrtar i Partisë Socialiste për reformën e re administrativo-territoriale.
e cila vjen pas reformës së vitit 2014 e implementuar në vitin 2015, të cilën ne çdo vit e kemi denoncuar si një reformë e dështuar, e cila ka sjellë shpopullim në periferitë e qytetit. Në krahun tjetër, këshilltarët e mazhorancës shprehen mbështetjen e tyre për këtë projekt ligj dhe ndryshimet e propozuara në organizimin e njësive të qeverisjes vendore. E di nëse është dorëzuar një projekt ligj tjetër apo jo, nuk e kam idenë e kësaj, ndoshta është dhe vërtet ajo thotë zoti Nika, por faktet janë që këtij këshilli është dërguar për mendim një projekt ligj i cili përcakton një reformë apo rishikim edhe të hartës territoriale dhe një reformë territoriale e cila nuk do të ndaloj këtu, por do të vazhdoj pastaj sipas gjësave të komisionit edhe me rishikimin e kompetencave të legjislacionit tjetër. Komisioni ka bërë gjësat me komunitetin dhe ka kaluar atë fazë pasi është detyrim, ndërkohë që këtu gjëja është më e thjeshtë, i është dërguar dhe është detyrim që t'i dërgohet edhe kryetarit bashkisë, që të shprehet edhe organit të Këshillit Bashkiak atje ku reforma prek. Që do thotë, ky këshill sot do të japi një opinion, si mendon vetë këshilli pra si organ, një opinion të përgjithshëm, përfshirë dhe mendimin e pakicës apo mendimin kundër, dhe përcakton ligji, mbi këtë reformë. Ky opinion nuk është se vendos reformën bëhet apo s'bëhet reforma. E vendos parlamenti me vota, nuk e vendos as Rama, ti je i sigurt, e vendos parlamenti shqiptar me vota. Por ky këshill është i detyruar që një kërkesë i cila është drejtuar nga Kuvendi i Shqipërisë ta marrë shqyrtim brenda afatit zyrtar dhe t'i japi opinion e vet si organ, ashtu siç i kërkohet pastaj edhe kryetarit të bashkisë një opinion. Pas diskutimeve, çështja u hot në votim me 26 vota pro dhe 7 kundër. Këshilli Bashkiak i Vlorës miratoi opinionin pro projekt ligjit për ndarjen e re administrativo-territoriale, duke i dhënë kështu mbështetje propozimit që parashikon reduktimin e numrit të bashkive në rang vendi.